Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Strugës, jeni me mua Borën në programin Retro Time. Sot do të flasim pak për festat që i lan pas këtë fundjavë. Edicioni më shumë ka të bëjë për festat e 7-8 marsit, por po ashtu sot kam edhe një surprizë shumë të bukur për të gjithë. Kam vendosur që të nis programin me një shkrim për të cilin jam menduar pak më gjatë për ta shkruar, që më ka marrë më shumë kohë. Ka gra që lindin në një qytet, por rilindin në një tjetër. Ka gra që ndjekin studimet, por ndjekin edhe zemrën. Prandaj sot në Retro Time nuk festojmë vetëm 7-8 marsin, festojmë guximin e një gruaje që zgjodhi dashurinë dhe u përball me një realitet të ri. Historia e gruas që do të kemi sot në studio është një histori dashurie, guximi për kushtimin ndaj arsimit. Kam kënaqësinë të kem në studio një grua që ka dhënë shumë për arsimin dhe kulturën, nën grua profesoresh, drejtuese shkolle dhe poete. Një grua që la qytetin e saj për të ndërtuar një jetë në një qytet liçenor. Nga Puka në Vlorë, pastaj në Tiranë dhe më pas nga dashuria për një djalë strugan, vjen në Strug. Gruaja që zgjodhi dashurinë dhe ndërtoi një mision. Mirë se erdhët, profesoresh e nderuar Albana Cufaj Zhuta. Mirë se ju gjeta. Shumë faleminderit. Edhe faleminderit shumë për ftesën, është një kënaqësi e veçantë edhe faleminderit edhe për përshkrimin që më bëre. Nuk do ta kisha përmbledhur absolutisht më bukur. Shumë faleminderit. Njëherë për njëherë unë jam shumë e privilegjuar që ju kam sot këtu, prandaj edhe unë nuk dua të lë anash asnjë profesor, po juve jeni ajo që gjithmonë syrin tim e keni përmbushur si një profesoresh dhe si një nën ideale, po më shumë si një grua ideale. Dhe prandaj fjalë. Është ideali është e paarritshme, por gjithsesi përpiqemi të bëjmë më të mirën e kushteve që ne kemi. Dhe njerë, ju falenderoj shumë që erdhët. Si fillim dua të nis për t'ju prezantuar pak për publikun, edhe se në Strug profesoresha njihet më, e keni sjell një frym shumë më evropiane në qytetin ton. Tash kush e pranon, po. Struga është qytet mes, unë them që Struga është e zhvilluar, kështu që në Strug gjeta evropianizmin. Domethënë nuk them që nuk ka ndryshuar që vitet 2003 që kam ardhur unë deri tani, por njerëzit kanë qenë vërtet të ngrohtë, njerëzit kanë qenë vërtet të përparuar, edhe kam gjetur njerëz vërtet intelektual, të mirë, të pastër, edhe mirëpritës. Edhe kjo ndoshta më ka bërë që mund të gjej veten vërtet në këtë qytet. Si që thash, për t'ju prezentuar pak edhe për publikun, profesoresh Albana Zhuta Cufaj është profesoresh e gjuhës dhe letërsisë shqipe, ka qenë po ashtu përgjegjëse në gjimnazin Dr. Ibrahim Temo, më pas është emëruar drejtoresh në shkollën fillore Vllezërit Miladinov në qytet. Poete e cila ka shkruar gjatë gjithë jetës së saj dhe grua që jetoi mes dy identiteteve. Dhe i bashkoj, mund të themi ato, të dyja me një fjalë. Apo? Po. Faleminderit. Neve zakonisht e nisim programin me një këngë e cila më shumë përputhet me kohën, me situatën. Situata nisim me një këngë dhe vëmë pas rikthehemi se të kam bërë sa pyetje. Patjetër. Do të kthej shumë pas. Hajde, do kënaqësi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Mende vogël e ndoshta s'di, ti rështoj fjalla si kam dëshirë, një thuf me lule kam përgatit, mësues e dashur për këtë dit. Një thuf me lule kam përgatit, mësues e dashur për këtë dit. Ja mende vogël e ndoshta s'di, ti rështoj fjalla si kam dëshirë, një thuf me lule kam përgatit, mësues e dashur për këtë dit. Një thuf me lule kam përgatit, mësues e dashur për këtë dit.
njëjnë dashje, ty t'i dhuroj, dy fjala zemra uri t'i qaj, faleminderit mësuesja jo, në zemra tona dorosh gjithmonë, faleminderit mësuesja jo, në zemra tona dorosh gjithmonë. U rikthehëm kështu përsëri në studios të dashur dëgjues të Radio Strugës dhe jemi në programin Retro Time. Për ju që nuk na kapët që nga fillimi, jemi për edicionin për 7-8 marsin dhe të ftuar e kemi profesorishën Albana Cufaj Zhuta. Kjo është pjesa e dytë e programit dhe siç ju informova, do të kemi pyetësorin që ja kemi drejtuar profesorishës, por si fillim dua edhe një herë të bëj një shpjegim të vogël se vërtet Retro Time ka për qëllim, domethënë të jetë një program edukativ dhe arsimor, të kthehemi pas në kohë për kulturën, për artin në troje shqiptare, por po ashtu ju keni jetuar në art dhe kulturë dhe prandaj domethënë profesioni profesoresh duke qenë ne bën atë që t'ju kthej pak në kohë për të dhënë edhe ju emocionet e juaja. Si fillim, dua ta nis nga shpërngulja. Sa e vështirë ishte të ndërtoje identitet në një qytet me tradita më ndryshe? E vështirë. Njeriu është qenia më e përshtatshme që mund të ekzistojë, kështu që unë mendoj që kam qenë një njeri që kam lëvizur shumë edhe kjo ndoshta më ka dhënë atë komoditetin që të përshtatem. Pastaj njeriu është qenie e përshtatshme. Kështu që fakti që u shkëputa nga vendlindja, nga Puka, u shkëputa në Tiranë për studime, s'isha shkëputur asnjëherë nga prindrit, edhe më ishte një lloj, le të themi, si një shok, sepse mund të them, nuk po flas për vitet se pastaj do bëni llogarit, po mund të them që ishte një periudhë shumë e veçantë sepse Shqipëria ishte në atë periudhën e kohës kur ndryshimet ishin goxha të mëdha, por edhe absolutisht, po edhe sociale, edhe kulturore, edhe të mentalitetit, sapo kishim dalë nga një regjim ndryshe dhe unë jam brezi i fundit i atij regjimi. Dhe dukeshim sikur ishim pakës endeshim kështu si një lloj pa identitet, pa gjetur veten, por ne ishim të etur, domethënë brezi im ishte i etur për të ditur, i etur për të parë, i etur për të ndoshta edhe për të eksperimentuar me jetën. Kështu që Tirana ishte si një botë e madhe brenda një bote shumë të vogël që ne isha mësuar në një qytet të vogël, një qytet që kishte vetëm një rrugë me bli, një atmosferë dhe një ngrohtësi, nuk e di, është një qytet edhe pse është 800 metra mbi nivelin e detit, po ka njerëz shumë të ngrohtë dhe shumë të dashur dhe shumë të mirë. Malsor, por në të gjitha kuptimet njerëz vërtet të mirë. Kështu që e gjeta veten duke u përshtatur në Tiranë, pastaj kur erdha këtu, unë kam ardhur përpara se të vija nuse, më sakt. Vërtet, ke testu. Jo për ta mbase ndoshta, nuk e di, po që erdha më përpara dhe e pash pak a shumë se çfarë më priste ose çfarë, por jo dhe aq. Periudha më vështire drejta ka qenë periudha kur unë nuk punoja. Është periudha, domethënë, sepse unë lëviza nga Tirana që isha mësuar në një vend që punoja, isha shumë aktive, edhe atje ishte një lloj dinamike komplet tjetër, të rikthehesh në një qytet të qetë, domethënë ato si ato valet e liçenit që është një kohë kështu tamam e qetë që nuk piptin as gjethja. Ishte pakës për mua një çik e vështirë 2 vitet e para, po pastaj me fillimin e punës time, domethënë me lindjen e Timbiri, sikur jeta filloi mori një lloj tjetër dinamike dhe realisht kam pasur shumë fatin që kam hyrë në një kolektiv të jashtëzakonshëm, shumë të mirë. Tek shkolla gjimnazi Doktor Ibrahim Temo kam gjetur vërtet një familje të dytë. Përveç familjes time që kam ndërtuar në Velesht, sepse ti the në Struga është pakës ndryshe, po unë kam ardhur në Velesht, në një fshat... Veleshtarët edhe nuset i ndrojnë. Pse i ndrojnë? Jo, nuk i ndrojnë nuset. Jo, e kam lafi që... I bëjnë lokalist, do thuash. I bëjnë shumë lokaliste. Jo, po... Le të themi që ka atë tipologjinë e vet që është fshat
ka nxjerr goxha. Një veleshtar si Strugan. Të lutem. Kemi poet aty. Jo, ajo është e vërtet, po. Kemi ekonomistë të mirë, kemi zëvendësministra, të lutem. Jo, është e vërtet. Domethënë na ka kredu veleshta, po. Por unë them që Struga në përgjithësi, si vend, sepse unë Strugën e kam njohur nga fëmijët, nga nxënësit. Edhe unë kam pas fatin që të hyj në shumë familje. Dhe jam me fat vërtet që kam ndërtuar le të themi një familje të madhe në Strugë. Gëzojmë që Struga të ka prit kaq shumë mirë, domethënë, po unë pavarësisht që ti, domethënë, e tregon atë pjesën që je përshtatë, të ka ardhur mirë, vetëm ajo pjesa e punës ka qenë pak më e zorshme, po tash gjitha këtu s'do i thomi. Sa se ne do i mbajmë të fshehta, ama prap dua për shembull të di nëse do e kthesh kokën mbas edhe e sheh veftën tënd. Si, domethënë si ajo vajza që e la Pukën për në Tiranë, e pastaj e la gjitha ato eufori. E la Tiranën për Veleshton, po, të kuptoj. Do i kishe thënë ndonjëse për shembull ose Po, sa herë që shkoj në Tiranë, për shembull kur dalim me koleget e me këto, gjithmonë më penalizojnë edhe më thonë që ç'ke bër, ç'ke bër, çfarë ke lënë, ç'ke bër. Po nuk jam pishmon fare për asgjë, sepse besoni që në fund të ditës, ajo çfarë ka rëndësi është familja, janë njerëzit e dashur të tut, edhe me kë e bën jetën. Me profesorin vendin e bën vetë njeriu, kështu që nëse ti e gjen veten edhe në majt malit, po ti jesh me njerëzit e mirë nuk ka rëndësi, ti e ndërton jetën tënde. Sot njerëzit po ikin gjanë maleve që të rrinë më të qetë nga qytete. Por mendoj që po të jesh e rrethuar me shumë dashuri, me shumë mirënjohje, edhe ka raste që edhe ti nuk i ndjen këto gjëra, kupton? Mund ndjesh edhe nganjëherë dhe shumë vetëm. Ama prap njeriu duhet mësohet të rrijë vetëm. Njeriu duhet mësohet edhe ta doj atë vetminë e vet. Vetminë e vet. Kështu që unë them që Struga është qytet vërtet interesant, është qytet. Sa ka vetmi, ka edhe shumë eufori edhe Struga. Ka, vërtet ka. I ka të po e ka rinin e bukur. Unë them që ka rinin të bukur. Struga ka rinin të bukur, po. Se vë në dyshim. Çfarë ju mësoi Struga që Puka deri në atë morë, se duke ditur që keni ikur e re nga Puka, nuk ka mundur edhe Puka t'u jap gjithë pjesën e saj. Struga më ka mësuar durimin. Vërtet. Domethënë Struga më ka mësuar të jem e durueshme. Sabër, patologjia. Ajo nuk është fjalë shqipe, unë për veten e di si bora në klasë gjithmonë thosha pas derës e keni fjalët që mund t'i përdorni në familje, ndërsa këtej derës vetëm gjuhë shqipe. Edhe më e forta është që dialektin jo. Thoja gjuhë standarde shqipe dhe fëmijët më janë mërzitur shumë, them drejtën, nxënësit e mi më shikonin kështu me ato syt pak. Po sa kudo kur lirosh me profesorin e ke atë që din të fol pak si nga ajo imja ta din të komoditet. Komoditet, ja. Komoditet. Sa rehati, komoditet, tamam. Po është bukur. Struga është bukur, kështu që më mësoj durimin. Më mësoj të vlerësoj gjërat e vogla. Më mësoj, domethënë të luftoj. Më mësoj të luftoj goxha fort. Edhe më mësoj që domethënë me qetësi bëhen gjërat e mira, me qetësi, me punë, me shumë punë. Edhe mendoj që kjo është gjithçka çfarë kam arritur deri më sot është rezultati i punës, edhe i një këmbgulje. Domethënë këmbgulje mua më pëlqejnë gjërat pa zë. Gjithmonë kam qenë nuk dua shumë pompozitet ose zhurmë ose si thot kryeministri shumë zhurmë. Nuk dua shumë zhurmë. Duke ditur që në fillim, domethënë e ke pasur atë problemin e gjuhës, besoj. Për shembull këtu ke unë kam qenë me fat sepse veriu i Shqipërisë e kam gjetur gjuhën, e kuptoja. Jo dialekti, mendoj për maqedonishtën do thoni. Maqedonishtja ishte sfidë për mua. E fillova të mësoj në Tiranë, fillova të mësoj në ambasadë, sekretarja ambasadës maqedonase ishte një zonjë dhe i kërkova që të mbante ca kurs për të mësuar alfabetin që ishte për mua o zoti të mërshëm. Është vërtet fakt. Por që
Sepse ishte cirilike dhe për prindërit e mi ishte kollaj, biles ata qeshnin me mua dhe thonin, ne mësuam rusishtën edhe bëm rusisht, ti tani kthesh prap te rusishtja, edhe domethënë më vinin pak në loj mua në atë kohë. Por që e mësova alfabetin, por nuk është se e mësova gjuhën. Kështu që kur erdha pastaj këtu, kolegët e mi maqedonas kisha kontakte goxha të mira, po ata më flisin anglisht. Atyre u vinte më përmbar që me mua të komunikonin anglisht, edhe kështu që nuk arrita ta zotëroj, ta mësoj si duhet. Ndërsa sfida tek vëllezrit Milatinovci ka qenë që kur u bëra atje, domethënë drejtoresh mora, domethënë statusin e udhëheqësit, më duhej patjetër që domethënë ta flisja, se për ta kuptuar e kuptoja, po ta flisja. Fillim fare bëja thoja që se kuptoj fare, se doja të dija. Sa e fort. Me mora pak backgroundin se si mendonin njerëzit, edhe pastaj e di është një gjë që ku nuk nuk është çështje ileqare, është çështja të dish, domethënë të studiosh situatën edhe vendin, sepse si mbas vendi dhe ku vendi. Po un kam një gjë të mirë të paktën si natyrë, që ndoshta është edhe e mirë edhe e keqe. Domethënë e shikoj edhe si pozitive dhe si negative, që unë nuk e njoh akmarrjen. Edhe pse domethënë i shikoj gjërat, domethënë i dëgjoj, nuk e njoh akmarrjen, sepse them që akmarrja është një zinxhir i gjatë që pastaj të çon në një fatkesi shumë të madhe, të humbasësh veten. Kështu që i njoha, i dija çfarë mendonin për mua, por u ndryshova mendimin. Tani mendoj nuk është se asnjëri s'është i pasvendësueshëm, por mendoj që kam lënë një gjurmë, sepse unë them kudo që të shkosh lëre një gjurmë, lëre një shkëndij tënden që të flasi për ty. E vërtet. E pastaj si mos e duhesh profen. Sa bukur fol. S'është tek e folura, si bëra unë i dua ato që jam me ta. Për shembull edhe ty të dua. Ke qenë një nga nxënësit e mia me një aurë shumë pozitive, me një energji shumë pozitive, dhe biles kur mora vesh që ke vazhduar dhe për gjuhë letërsi, thash sa mirë. Mos e tash unë preka. Jo, është me fat, sidomos në këtë ditë kur e mendoj që e di për profesorin, zakonisht profesorët nuk e lën profesionin e tyre trashëgim as në familje. Unë jam kështu deviancë nga familja ime, sepse mamaja ime është profesoresh edhe ajo edhe edukatore, ndërsa papai im mjek, babi im luftonte gjithmonë që të bëhesha mjeke. Ama pastaj unë u bëra profesoresh edhe ai ngulmonte, bëu doktoresh, Babalarët prerë kanë për tuca që duhen t'i bëjnë doktoresha. Unë i shpëtova këtij fati, por motra ime ndoqi. Ska e thot regjia. Jo, ajo e donte në fakt profesionin, kështu që unë doja të punoj me nxënës, me njerëz. Kam pasur një profesor shumë të jashtëzakonshëm, francar atë gjuhës shqipe. Edhe kur debatonim, ishte edhe profesor im kujdestar, kur debatonim me atë më thoshte ti do bëhesh profesoresh e gjuhës së letërsisë shqipe. Jo, profesor asnjëherë, të merrem unë me nxënës ja kështu si merreni juve, se shumë edhe më thoshte mua ti e ke në gjak, më thoshte. Unë kam shkruar në fakt, kam shkruar që 10 vjeç, kam shkruar poezi, shkruaj kështu nga këto 4 vargjet. Edhe mua në fakt I kam ruajtur, kam ca bloqe, o zot që duken sikur janë në kohën e antikitetit, me zhgaravina, e tamam retro, edhe kam këngët, di unë kam qenë një fanse i jashtëzakonshme e Skorpioncave. Okej. Për ne ishte Wind of Change, ishte himni jon, domethënë asaj periudhe kohore. Celine Dion ishte zemra, domethënë ajo ishte kështu, po është një çik ishte në atë periudhën kur ne filluam që të kuptojmë që kishim flutura në stomak. Edhe pastaj po unë jam fanse edhe AC/DC-s. Domethënë heavy rock. Kështu që i ka përfshirë të gjitha profesorisht. Domethënë nuk jam shumë kështu, domethënë që them një linjë, nëse se ju jeni, unë do kthehem në retro, po ju jeni shumë të rinj. Ne dëgjoni me kaseta, profesoren, ato magnetofonët tipik, edhe kush ishte me fat që të kishte një.
Edhe unë isha me fat sepse dajt e mi ishin jashtë, dajet lëviznin edhe më sollën edhe kishim fatin të dëgjoja. Dhe në një konkurs letërsie, mua, për fat, të mirë, të keq, nuk e di, po që më dhuruan të 4 stinat e Vivaldit. Okej. Edhe kur i dëgjova, normal, më pëlqyen, nuk them që s'më pëlqyen, po nuk ishim njohur me muzikën klasike. Edhe për ne ishte diçka kështu, ne donim rock, donim të gjallë, donim gjallëri, sepse ishte vlonte mosha, si mosha. Por më bëri që të ulesha dhe të meditoja, të mendoja, edhe mund të them që ajo pranvera, vera, vjeshta dhe dimri janë si stinet e një njeriu. Tamam. Njeriu brenda vetes që i ka gjithë. Kështu që me që e përfshive edhe pak arsimin edhe profesionin, çfarë duhet të ketë një mësuese e mirë përveç përtej, domethënë, librave dhe programit mësimor, sipas mendimit tuaj? Atëherë unë them që një mësues një mësues i bën të gjitha. Një mësues është psikolog, një mësues është prind, një mësues është infermier, një mësues është, është kujdesësh si babysitter, si kujdesësh fëmijë, sepse do ta veshësh atë fëmijën në klasën e parë, t'ja rregullosh ato rrobat, ta ndjekësh kur shkon te tualeti, t'ja rregullosh bukën kur ulet. Kështu që unë mendoj që një mësues është gjithçka, sepse nga aty nis gjithçka. Edhe unë mendoj që nëse themi që dora që tu ndjepin qeveris botën, që është nëna, për mësuesin unë them që mësuesi është misioni më i lartë ose më fisnik që mund të ekzistojë, pasi nga ky profesion dalin të gjithë profesionet. Po, është pura që i lidh. Kjo është. Dhe është një model që në sytë e fëmijëve duhet jetë gjithmonë i dashur. Unë mendoj që ato mësuesit nga klasa e parë deri në të 5 janë heronjtë e vërtet. Pse mendoj që janë heronjtë e vërtet? Sepse marrin në dorë atë brumin e parë, e mbrujnë atë brumin edhe hedhin ujin, hedhin atë farën, hedhin mielin, kripën, edhe e ndërtojnë individin. Edhe nëse, se unë synoj të të ndryshoj sistemin. Kur bëj shaka them që duhet të ndryshohet në fakt nga rënjët, sepse them ata vërtet janë heronjë dhe nuk duhet të ekzistojë pagesa njësoj për të gjitha. Të gjitha arsimtarët duhet të vlerësohen sipas punës që kanë. E unë them që ata nga klasa e parë deri në klasën e 5 duhet të kenë vlerësimin më të madh. Edhe duhet të jenë më të përzgjedhurit. Edhe ata duhet jenë më të përzgjedhurit, më empatikët, më të ndjeshmit, duhet ta dinë që kanë të bëjnë me fëmijë, e tani në këtë koha shumë e vështirë. Ne na kanë në raft. Njëri klasën e 5. Më duket që nuk do t'i thuash të gjitha tani red. Vizorja na përdor na thyesh ashtu lere. Unë një sekret ta them, unë kam pasur maman time në klasën e parë, të dytë ka qenë mësuesja e parë e imja, kështu që nga kjo radio i uroj shëndet një herë ti me mëja, se ajo ka qenë mësuesja ime e parë. Klasën e parë dhe klasën e dytë, edhe kështu që ajo më shkulte çik flokët mua, po që gjithë kemi pas nga pak. Po që domethënë unë them që prind të jesh mësues është shumë e vështirë, sidomos të kesh fëmijën tënd. Se domethënë e piketon fëmijën tënd edhe kur të tjerët bëjnë gabime. Po unë kam qenë me fat, klasë e parë, klasë e dytë, pastaj në klasën e tretë taku për voda dhe më morën të tjerë. Unë kam menduar gjithmonë që gjimnazi ka qenë ajo periudha që domethënë mundesh si profesor ta kesh ndikimin më të madh te Po, e ke ndikimin më të madh tek fëmijët, mbahesh mend si bora. Do me thënë nga mosha 14, 15, do me thënë deri në 18 vjeçar ti mbahesh mend. Po që shënjon, do me thënë që shënjon punën ose që shënjon njeriun, që e ndërton, mendoj që është nga klasa e parë deri në klasën e 5. A që e ndryshon individin, që e kompleton, që jep një model, edhe jep mësime, absolutisht jep mësime, sepse në atë moment ata nuk t'i marrin për bazë, ta dish. Unë i shikoj fëmijët e mi dhe thonë që për shumë, unë e di që ata mendojnë tani edhe thonë, ti nuk di asgjë, do me thënë, ata din gjithçka. Edhe tani me rrjetet sociale janë të gjithë ditshëm,
Unë dalem rëndësi ka që të flas edhe të them atë që mendoj edhe pastaj të vazhdoj me timen. Sepse gjithçka do të mbetet, sido që të jetë, do vinë situata që fjalët e mia do t'u dalin. Po. Për shembull, unë takoj nxënës që kam pasur më përpara edhe profesore, mbaj mend këtë gjë që më ke thënë. Edhe ti atë ajo është një plagë e rëndë në fakt, po kanë ikur dhe andej. Edhe ajo është. Edhe unë i mbaj mend se që më ka thënë, është se unë për shembull vet fati nuk e kam pas ju kem profesoresh, Po për një kohë gjatë kemi qenë. Po, domethënë vetëm kur si kam pas profesoresh atë mia që keni zëvendësuar ju, edhe të them të drejtën kam të më vin pak kështu dhe të qesh kur e thon po I xhelozosha ata që kishin me juve. Se nuk dua domethënë të asnjë profesor se janë lavdëruar ata po janë lavdëruar nxënësit e Liri se ta lë për në fund atë se dosha bashkë për në fund ta mbyll me këtë pjesën, po profesorisha a fundit në fillim ta nxjerr. Janë lavdëruar. Okej. Neve do të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe më pas do t'ju bëj edhe disa pyetje të tjera për të mbyllur sektorin e pyetjeve. Po, s'mbaruan pyetjet. Po mirë. Publicitet dhe rikthehemi pas pak. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Struk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa. Mirë se vini në Dua Mall, qendra tregtare ku stili, komoditeti dhe përvoja perfekte e blerjes bashkohen vetëm në një vend. Nga markat më të njohura, trendet më të fundit të modës, aksesor, kozmetik, deri te hapësirat relaksuese për kafe dhe argëtim, gjithçka që kërkoni e gjeni në Dua Mall. Ambiente moderne, oferta të shumta, përvojë unike për të gjithë familjen tuaj. Dua Mall, vendi ku dëshirat tuaja bëhen realitet. Detex Home, ngrohtësia fillon në shtëpinë tuaj. Kërkoni cilësi, rehati dhe elegancë për shtëpinë tuaj? Detex Home është zgjedhja ideale për ju. Tek ne gjeni çarçaf cilësor dhe modern, jastëk komod, peshqir të butë dhe luksos, aksesor dekorativ për çdo kënd të shtëpisë tuaj, qeis nga më të ndryshmit. Çdo detaj është zgjedhur me kujdes për t'i dhënë shtëpisë tuaj stil, rehati dhe elegancë. Detex Home, sepse shtëpia juaj meriton më të mirën. Moleraj Musa, ngjyra që I jep jetë shtëpisë tuaj. Dëshironi freski, bukuri dhe transformim të plot për ambientin tuaj? Moleraj Musa sjell profesionalizëm, përkushtim dhe perfeksion në çdo detaj. Lyerje profesionale brenda dhe jashtë shtëpisë, transformim total I hapësirave, cilësi, pastërti dhe punë me standarde të larta. Sepse ngjyra nuk është thjesht bojë, është ndjesi, është stil, është jetë. Moleraj Musa I jep ngjyrë, bukuri dhe jetë shtëpisë suaj. U rikthejmë kështu përsëri në studio dhe ngelëm me pjesën e arsimit. Po ashtu dua t'ju bëj edhe një pyetje për të bërë një krahasim të mes, domethënë arsimit të atëhershëm kur ja keni tamam kthim në vite. Domethënë arsimit të asaj kohe në fillimet që I keni pasur ju si profesorish dhe arsimit tani si ka ndryshuar, domethënë edhe cilat mendon që janë arsyet që Atëherë nga fillimet e mia në 2006 mund të them që ka ndryshime goxha, sepse e para një herë duke krahasuar në këto 20 vjet, 2026, numri I nxënësve është paksuar shumë. Domethënë nëse klasat ishin nga 38-40 nxënës, sot janë me nga 12-15 nxënës, 20 maksimumi, 22. Dhe kjo është, flasim për gjimnazin, se për shembull shkolla Vëllezër Miladinovci është një shkollë që ka mbi ngarkesë të klasave në gjuhën shqipe, mund të them. Kështu që dhe atje lind nevoja e ambienteve të reja, po mund të them që edhe atje duke pasur rënje, sepse shikoj që vërtet është një shkollë me 1300 nxënës, sepse është një shkollë multietnike. Po pjesa më e madhe janë pjesa e nxënësve shqiptarë dhe ka klasa me 33 nxënës.
Por flasim për gjimnazin sepse është vënë një kriterium. Kriteriumi I 60 pikëshit. Më saktë në gjimnaz nuk pranohen zonës që s'kan, domethënë, kuotën mesatare, një mesatare të mirë. Edhe unë mendoj që ka kjo rënje edhe e numrit, kjo e numrit është fakti që njerëzit migrojnë edhe kanë vendosur bëjnë zgjedhjet e tyre. Kurse për sa I përket sistemit edhe rënjes së cilësisë, mendoj që është pak faji I përgjithshëm I të gjithëve. Por unë them që eksperimentet e shumta që bëhen në arsim, domethënë janë një nga pasojat që ne do t'i vuajmë kohë gjatë. Do me thënë çdo sistem politik, më vjen keq që se nuk dua kurse si të futem nga arsimi në politik, po politika ka vënë dorë jashtëzakonisht mbi arsimin. Edhe duke vënë dorë mbi arsimin, çdo ministër arsimi që ka ardhur ka bërë eksperimentin e vet me arsimin, ka qenë një fond apo një gjë nga jashtë edhe ka vënë hajde ta implementojmë, hajde ta provojmë, hajde të eksperimentojmë. Edhe mendoj që në momentin kur na hoqën ditarin klasik, ne na hoqën dinjitetin. Si arsimtar, si profesor, sepse aty shkojmë me duar në xhepa. Domethënë ti shkon me ke ditarin elektronik, por nuk ke atë, le të themi, dinjitetin tënd, sepse ti duhet mbash atë ditarin që të tregoj që ti je profesor. Futesh në një klasë edhe ke dinjitetin tënd. Ai ditari kishte atë hijen e vet, kishte atë rëndësinë e vet, sepse në fundit ti shkruaje nxënësin aty për aty. Jo po ka rrjet, jo po s'ka internet, jo po punon sistemi, jo po s'punon sistemi, dhe ka këto gjëra. Pastaj një nga goditjet më të mëdha ishte edhe Covidi, periudha e Covidit. Online. Fakti I të mësuarit online, edhe ajo ishte një hapësirë që krijoi, le të themi, një boshti të madhe tek fëmijët, tek nxënësit, një çoroditje të jashtëzakonshme, domethënë shikoni që edhe shoqëria njerëzore është bërë pak si e çoroditur. Edhe por sistemi arsimor është më vjen keq, po është kustret qameti. Edhe pastaj këto pas qyrohen tek gjeneratat, edhe tek fëmijët, edhe tek le të themi asnjë gjenerat nuk shkon e plot deri në fund. Me thënë nuk shkon me një sistem, dhe unë them që gjeneratat e para, unë kam pasur një gjenerat të parë viti 4 maturant kanë qenë, edhe një gjenerat viti 2, edhe ato kanë qenë brezi pak të maturën shtetërore, kishin vetëm thjesht, me thënë pa maturë shtetërore, dhe kjo matura shtetërore mendoj që nuk e ka efektin që duhet ta kishte, sepse është në ndihmë të mikut, çiflikut, shokut, apo të, le të themi, telefonat nga shtëpia, dhe nuk ka efikacitet. Kështu që ti krijon edhe mbi ngarkesë. Domethënë sistemi arsimor ka mbi ngarkesë të jashtëzakonshme. 7 orë, 8 orë, 9 orë, 13 lëndë. Domethënë është një mbi ngarkesë. Edhe gjëja për shembull që nuk më ka pëlqyer asnjëherë ka qenë fakti që ato 13-14 lëndë që I kemi pas, sa s'kan pas lidhje hiç njëra me tjetrën, edhe që ti jesh nxënës I mirë, ti je detyruar të mësosh ke gjitha. Për shembull, ke shkenca, ke ku ta di unë, shkenca shoqërore, ama prap, domethënë je I detyruar që ti jesh një nxënëse e mirë, të jesh ke gjitha mirë. Të kuptoj, unë mendoj që sistemi arsimor duhet japi luksin që nxënësi vetë të paktën në gjimnaz të zgjedhë lëndët që I interesojnë për të ardhmen. Dhe gjimnazi duhet të aftësoj, ose arsimi në përgjithësi duhet të aftësoj fëmijën për të gjetur veten në jetë. Jo të bëj një, le të themi, ne thjesht nxjerrim fëmijë që mësojnë lëndët. Do me thënë nuk nxjerrim fëmijë të cilët jenë të aftësuar për jetën, për një profesion, për të gjetur në një shoqëri që është shumë dinamike dhe shumë e ndryshueshme, edhe ndryshon gjatë gjithë kohës. Por ne vazhdojmë me atë klasiken, kërkojmë të bëjmë modernen, do me thënë fusim element të zhvillimit të botës,
por pa njohur mentalitetin ton edhe pa studiuar mirë terrenin ton. Ne çdo ndryshim duhet ta bëjmë sipas terrenit që kemi, sipas zhvillimit të shoqërisë, sipas situatave, domethënë sociale, ekonomike, kulturore që ka vendi. Kështu që këto shohim që në Finland bëhet kështu, hajde të marrim këtë gjë, shohim këtu bëhet diçka, hajde ta marrim atë ta vëm. Nuk mundet, domethënë. Mua më pëlqen sistemi japonez, deri në klasën e 5, domethënë deri në moshën 10 vjeç fëmia as nuk vlerësohet, as nuk ka teste dhe as nuk ka lëndë të cilat janë, domethënë klasike. Atje deri në klasën e 5 mëson se si të sillet, se mëson normat morale, mëson të pastroj, nuk ka pastrues në shkolla, pastrojnë fëmijët. Nuk ka atë që gatuajnë fëmijët. Dhe kur i shikon pastaj që ata e mbajnë qytetin, ka një përgjegjësi edhe individuale, njerëzore. Koshet tona mbushen, i shikoja në 9 vjeçare, koshat mbusheshin edhe shpesh herë, domethënë ishte më kollaj ti hedhnin në tokë se sa ti hedhnin në kosha, kosh gjithandej. Domethënë është ajo vetdia, është ajo të dhimbset. Të dhimbset ajo banka që e vizaton. Sepse do mësoj edhe nesër pas nesër dhe motra dhe vllai yt dhe kushëriri yt. Pra ajo vetdia është shumë e ulët, vetdia, ndërgjegjja. Shpesh herë domethënë kjo të lë pa fjalë. Dhe ka ndikim shumë të madh, mendoj edhe te prindërit, më përpara, për shembull kur isha unë, ke marrë notë keqe, e ke meritu, mirë ta ka bë. Edhin, a sot të vinë prindit se ti ja ke vëndu fëmis tim këtë notë. Edhin, ka shumë edhe kështu. Asa për lëndët, ta të regoj një histori time personalen, po unë në gjimnas humanitar A e kam zgjedhur vetë për faktin që mos kem gjeografi. Gjeografin kam qenë shumë keq. Do të thëmë, për gjithë drejtimeve që mund të zgjidhja, zgjata humanitar ekonomi biznes, që me ekonomi me biznesin jam kërsh, po e zgjodha vetë që mos kem gjeografi. Në tha kjo është se me gjeografin në le që jam keq, po edhe nuk është që i kisha relatat e mira. Janë ca lënda, ashtu që ndoshta nuk ecin, domethënë si duhet. Në armën e fort se kam pasur matematikën, kështu që domethënë po nuk ishte një dashuri e pamundur. Domethënë me matematikën ishte një dashuri e pamundur. Po që nuk e di, përpiqesha ta doja, por nuk e di, na ngecte shara në gosht sa herë që edhe realisht e kam mësuar vetëm të kem një notë domethënë të kënaqshme për mesataren. Sa që edhe profesori me vuri re, domethënë edhe thoshte, po ja kështu, ja e kisha humbur fillin, domethënë thjesht e kisha humbur atë. Por mendoj që matematika është shumë e rëndësishme. Matematika është baza e jetës. Është baza e jetës nëse do të bësh llogarit mirë, prandaj edhe unë si bëj llogarit. Mua sa që i kishin strujat në shtëpi e kisha e gjel. Mami më pyeste për tabelën e shumëzimit për herë. Mirë, deri aty si jam as keq, po nejse. E di duhesh të mendojmë pak, i thosha po pritë për typem. Ndërsa për arsimin mendoj që edhe e ceke pak prindrit. Ai trekënd që duhet funksionojë, domethënë prind, mësues, kujdestare dhe shkollë duhet funksionojë që të funksionojë edhe vetë sistemi arsimor, po nga për shembull dallimi kthehem në retrospektiv në kohë. Në kohën në 2006 ose shumë kohë më parë kthehemi edhe në kohën time, prindrit merrnin përgjegjësi më shumë mbi veten, edhe mbi fëmijën, se sa sot marrin prindrit mbi. Domethënë sot përgjegjësia i kalohet komplet profesorit edhe arsimtarit. Edhe ata duhet edhe ta edukojnë, edhe duhet ta mësojnë, edhe domethënë kërkojnë dhe llogari. Kjo është, kërkohet dhe llogari prej prindërve. Jam dakord, domethënë duhet të funksionojnë zinxhir, por kur prindi nuk merret me fëmijën në shtëpi, nuk mundesh, domethënë nuk ka në shkollë, nuk mundet gjithçka ta bëj arsimtari. Por edhe arsimtari duhet të jetë i përgjegjshëm.
ka në dorë të ardhmen e vendit, po ka në dorë edhe një copë shpirti të dikujt, të një familje. Me dhe duhet ta di që jo të gjithë fëmijët janë njësoj, jo të gjithë fëmijët mësojnë njësoj dhe jo të gjithë fëmijët mund të përshtaten njësoj. Sot një karakteristikë e veçantë që vihet re, për shkakun që unë kam vënë re dhe tani bëj krahasimet, edhe të them drejtën ishte një realitet që nuk e njihja, po vetëm në momentin që shkova tek vëllezërit Miladinovci, fëmijët janë nga klasa e parë deri në të 5-ën janë shumë të pastër. Por vjet re që në këto vitet e fundit fëmijët janë dhe shumë ngacmues, shumë bullizues, shumë, po këto i marrin nga familja. Po do të them gjuhën e sepse për shembull firmat nuk i njohin fëmijët. Gjërat me firma, veshjet me firma, atletet me firma, me thënë dhe, ose për shembull një robë, e ke veshur 2 ditë, 3 ditë, me thënë nuk mundet, nuk duhet jetë kjo tek një fëmijë nga klasa e parë, te një fëmijë i klasës së parë, do me thënë është shumë e tepërt kjo të vjetre. Dhe pastaj ka dhe stereotipe, krijojmë dhe një lloj stereotipi. Por arsimi duhet të jetë zinxhir. E di kur prishen hallkat e zinxhirit, atëherë domethënë shoqëria merr atë pjetën. Për shembull edhe si drejtorish, cila domethënë në atë periudhë që keni qenë drejtorish, cila ka qenë një sfidë që ke menduar? Sfida më e madhe që mendoj që do vazhdoj edhe të jetë gjatë gjithë kohës është që domethënë të funksionojë pikërisht ky trekëndsh. Prind, nxënës edhe arsimtar. Arsimtari apo mësuesi duhet të jetë i vetëdijshëm që problematikat e jetës së vet t'i lërë jashtë shkollës. Gjithçka, domethënë që ai duhet të bëjë në institucionin shkollor është edukimi, mësimi, arsimimi, por duhet të ketë edhe pak dashuri aty brenda. Domethënë duhet patjetër të kesh një çik dashuri që të arrish ta kuptosh edhe të përtypesh shumë. Të durosh, e di, domethënë është shumë e lehtë ta thuash, të përtypesh, edhe për të tjerët është shumë e lehtë ta thuash, po prandaj them, duhet ta ndash komplet pjesën e familjes, pjesën që mund të kesh ti ngarkesa nga ajo çfarë është në shkollë. Në shkollë ti duhet të jesh një individ i ri që vjen me energji shumë pozitive, që duhet patjetër, domethënë ti ndoshta mund të jesh shumë bosh brenda dhe shumë i shkërmoqur, ama me ata fëmijë nuk kanë faj. Ata presin nga ty. Ata duan që ti t'u falësh shumë dashuri dhe ata duan që ti t'u falësh shumë dije, por mbi të gjitha për kushtim. Se unë mendoj që sfida jonë është të bëjmë njerëz të mirë. Njerëz të mirë, të nxjerrim individ të mirë, individ që të jenë të kulturuar, të sjellshëm, do të harrojnë ata se kur u krijua shkolla e parë shqipe. Do të harrojnë edhe 7 marsin, do të kujtojnë kur domethënë të bëjmë ne ato postimet ose kur të vijë dita vet, por kur nuk do ta harrojnë mënyrën se si ke bërë të ndjehesh në auditorin e shkollës, në bankat e shkollës, nëse u ke thënë një ofendim ose nëse i ke thënë vetëm thjesht një fjalë motivuese, në sytë e tyre ti ke parë diellin. Kjo është dëshmërinë. Duhet pak dashuri, duhet dashuri aty brenda. Mi që jemi akoma te arsimi, po ashtu dua edhe të, domethënë, e kam një pyetje shumë. Pas gjithë këtyre viteve në arsim, si do dëshironit të kujtohesh i princën Svetuj? Si do dëshiroja të kujtohesha. Domethënë, unë thash shpreha që ndjek është ajo leave a sparkle wherever you go. Domethënë lër një shkëndi kudo që të shkosh. Unë doja të kujtohesha jo si një shkëndi, po si një rufe. Domethënë doja të kujtohesha që të kem lënë gjurmë tek ata fëmijët. Domethënë të kem lënë ama gjurmë pozitive, se çdo kush të kem bërë një ndryshim në shpirtin e atyre, të kujtohem me një lloj, le të themi, me një ndjenje pozitiviteti, mirësie, edhe që kam bërë një ndryshim tek ata. Me thënë, kam vënë vërtet dorë mbi shpirtin e tyre dhe kam dhënë një copë shpirt. Se vërtet, unë kur jap lëndën time, dua t'jap, do me thënë, në çdo gjë që bëj, jap një copë shpirti, po ajo copë shpirti duhet të gjendet në jetë. Që do të thotë, luksi që i lëndës time është fakti që letërsia ti jep
luksin që ti ta lidhësh atë me realitetin. Si busull. Do me thënë, absolutisht, të orientohesh, se shpesh e thonë, pse I lexojmë këto libra, po është dritare që hapen në jetën tënde përmes syve të dikujt tjetër, përmes jetëve të dikujt tjetër. Ti nxjerr mësime. Dhe në një farë mënyrë je I parapërgatitur për të mos bërë të njëjtat gabime. E vërtet, po dua edhe të tash unë për shembull mund të bëhem profesoresha e ardhshme. E zëm. Po. Cila do ishte këshilla që do ma kishe dhënë? Mund të bësh, ti do bësh. Edhe drejt asaj rruge je dhe uroj që megjithse e di duke bërë këtë profesionin kështu në radio edhe duke të tjoshur ndoshta edhe prezantimi se e ke goxha plus edhe e ke goxha në të flenë në shpirt. Po unë këshilla ime është që kur të hysh në një auditor në një klasë ti je gjithmonë e përgatitur. Ti je e përgatitur si nga ana profesionale, ti je e përgatitur si nga ana njerëzore dhe ti je e përgatitur që mund edhe ta humbasësh një orë. Ta humbasësh një orë për efekt të dikujt që ka thënë një fjalë që nuk ka qenë e duhura për dikë tjetër. Edhe ti do ndalesh tek ajo. Do ndalesh sepse ke të bësh me anën njerëzore. Do ta arrish orën e mësimit, do ta bësh një orë tjetër, por ti do ndalesh sepse ka rëndësi individi, ka rëndësi mënyra gjendja shpirtërore, ka rëndësi I një fëmije. Dhe nuk do ta kalosh si diçka të pandjeshme, si diçka që s'ka vlerë. U ngacmuan e tha një fjalë, se s'është problem. Jo, është problem. Sa ajo lë një vrag që pastaj, domethënë, më vonë bëhet shumë e thellë. Këshilla ime është përveç se faktit që ti jesh e përgatitur është të falësh shumë dashuri. Me thënë të falësh dashuri sepse ata e ndjejnë. E ndjejnë kur ti I do. E ndjejnë kur ti nuk I do. E ndjejnë kur ti domethënë bezdisesh prej tyre, e ndjejnë. Por ti përpiqu që ti jesh vetvetja, domethënë edhe të mundesh të japësh më të mirën tënde, atë pjesën më të mirë. Kupton se unë them tek I gjalli janë edhe ëngjëlli edhe djalli. Po që domethënë pjesa më e mirë e jotja është. Jo është. Nuk e harroj asnjëherë kur e kam bën një shkrim për herë të parë në rrjetet sociale të asaj kohe, Struga Espress edhe Struga Lajm, e kisha gënjeshtar të vetvetes, edhe mbaj mend që ju kam pyet, a e keni lexu? Edhe profesorisha më ka thënë që si bora jo çdo njeri do të duar trokas, se jo çdo njeri dëshiron të shohë. Ama nëse ti është një gjë që domethënë ti kur shkruan do publikosh, po ta dish që do kish edhe paragjykime. Absolutisht. Në një ditë kur ti do I bosh ato me zemër, do e kuptosh që paragjykimet do kenë asnjë peshë, domethënë. Ti si bora është çështja është ti jesh mirë me veten. Domethënë, nëse ti fillon gjithçka nga vetja, e do veten. Kujdesesh për veten, kujdesesh që të ushqehesh me gjëra pozitive për veten. Njerëzit dhe të ndërtosh, le të themi, të ndërtosh kufij. Në momentin që ti ke ndërtuar kufi, e ke ruajtur veten. Unë për shembull në fillimet e mia s'kam pasur këto kufij, për shembull, po mësoj, unë kam mësuar nga nxënësit e mi, ashtu siç edhe unë kam mësuar nga jeta ime. Edhe kur vendos kufin, pastaj nuk të bëjmë përshtypje ato gjuajtjet poshtë brezit, se unë kështu I quaj, domethënë gjuajtje poshtë brezit. Më pëlqente boksi, në fakt nuk më ka pëlqyer, po ulesha me timat se babi im e pëlqen boksin edhe gjithmonë shikoja që ai pëlqente dhe unë doja ta dija si ishte. Edhe gjithmonë më tregonte, shikon, poshtë brezit thoshte janë gjuajtje jo të drejta dhe jo të fair. Edhe unë gjithmonë thoja, gjuajtje poshtë brezit, dhe më ka mbetur nga ato lojrat e boksit, kështu që gjuajtjet poshtë brezit do t'i kesh gjithmonë. Dhe ndoshta fatkeqësisht do të vinë nga njerëzit më të afërt. Do të vinë nga ata që ti, domethënë, nuk e ke menduar, por të siguroj që kur ti jesh rehat me veten tënde, kur ti jesh e realizuar, kur mendon që ti vazhdo edhe bëje punën tënde si duhet, dhe jep gjithë shpirtin tënd në atë që bën, duaje atë që bën, e mendoj që pastaj nuk do të bëj përshtypje. Nuk do të bëj përshtypje sepse do jesh rehat, nuk është problemi yt, është I atyre. Ata kanë problemin me veten e tyre. Ata e kanë problemin me çështjen që kanë atë urrëtien brenda vetes, çmirën, edhe janë dy herë problem pastaj. Se kanë edhe
xhelozin ndaj teje, po edhe xhelozin ndaj vetes si sa arrin diku. Kështu që janë dy herë xheloz. Edhe nuk i lë shpirti I tyre, nuk lë rehat. Unë kur jam rehat me veten, s'kam. Bota për mua është plot ngjyra. Dhe ke parë me profesoren. Unë jam plot ngjyra, nuk domethënë nuk më intereson. Unë nuk e shoh jetën bardhëzi. Unë nuk e shikoj botën bardhëzi. Unë them që kjo botë ka shumë ngjyra dhe pikërisht Zoti ka ndërtuar këtë univers në formën më të bukur të mundshme dhe në harmoni me veten, saqë çdo gjë është e lidhur dhe ngjyrat janë pjesa më e bukur. Me thënë, pranvera nuk vjen me një lule, por edhe ato dhe të gjitha lulet janë njësoj. Se kanë të njëjtën ngjyrë. As të njëjtën aromë. As të njëjtën vlerë. Se gjithçka I shërben gjithçkaje në këtë botë. Do doja që të na lexonit ndonjë poezi tek fundi nëse keni një të vjetër, din, edhe pastaj një të tashme. U bën ca vite që nuk kam shkruar, them drejtën. Kjo puna e të qenit drejtues të refuzon të nuk të lë të jesh shumë aktiv në po kam bërë një gjë të mirë, kam filluar të lexoj shumë, tani kam filluar të lexoj libra sepse isha në një pauzë goxha të gjatë. Ama edhe e keqja e të lexuarit është që për shembull nëse për pak e len, më mzi e kap prap. Mundet edhe të jetë ajo, po që mendoj që të lexuarit është art, po problemi është sa I përqendruar je. Unë për shembull në këto 3 vitet e shkuara e kam gjetur veten duke lexuar një faqe 5 herë. Edhe pastaj e pash që nuk ishte diçka që mundet ta te I kaloja shumë kollaj edhe e lash. Me thënë e merja librin e lija, gjëja një qetësi tjetër që të paktën të rinisja. Po tani kam rinisur edhe puna tani në gjimnaz me gjimnazistët më ka karikuar baterit, më ka bërë domethënë të gjej ritmin tim edhe atë shpirtin Të kishte munguar gjimnazi. Më kishte munguar, vërtet më kishte munguar gjimnazi. Më kishte munguar gjimnazi, fëmijët e mi u bën gjithë qef se u bën me mama, edhe im shoqja ashtu, kështu që domethënë është paska pas gjëra të mira. Po, kishte shumë gjëra pozitive, domethënë kjo gjë. Ashtu siç mundem të them që do të kisha dashur ta vazhdoja misionin tim se më ngelen disa gjëra pezull, por jam e lumtur që lash një gjurmë, lash një klasë sensorike, një dhomë sensorike për fëmijët me nevoja të veçanta, lash një sallë sporti që e bëra për të vegjëlit nga klasa e parë deri në të 5-ën me ndihmën patjetër të shkollës, sepse kam pasur edhe një mbështetje goxha edhe prej stafit të shkollës. Jam falenderuese për çdo ditë edhe për çdo kohë që kam kaluar me ata, me të gjithë. Biles edhe I uroj nga zemra për 7 dhe 8 marsin, zonjat për 8 marsin, po edhe arsimtarët të gjithë pa përjashtim për 7 marsin. Vullnet, durim, përkushtim mbi të gjitha edhe qetësi mendore, shëndet mendor. Ajo është më e rëndësishmja, po edhe shumë dashuri për profesionin dhe për nxënësit sepse kërkon. Kështu që, domethënë, do nisemi të lexojmë ndonjë gjë. Po patjetër. Atë gjë e presim. Se si ashtu jemi edhe në fund të programit edhe ta mbyllim me një poezi të ndën. Okej. Atëherë unë do kisha dashur të lexoja një për mësuesin, por do lexoj për gruan. Për gruan. Dua të qepem pas lëkurës tënde, në përporet e tua të rilind. Dua të nxjerr nga çdo pore e imja. Të kuptosh tjesin që më drithëron. Ti, grua e padashuruar. Grua. Njësoj grua, që end pëlhurën e ditëve të tua të pritjes. Si Penelopa që pret Odisen. Grua, mrekulli e Zotit marr nga brinja afër zemrës. Ti, grua të merësisht e dëshiruar, që mbrëmja të bën perëndesh, mëngjesi ëngjëll, jeta dëshirim, dëshifrim të pambarim. Faleminderit. Shumë e bukur.
Nëse Kjo është e vjetër, kjo është retro. vërtet për Kjo është gruan. retro, po. Mos gaboj, kam lexuar në rrjetet sociale keni postuar po. Unë mora një kohë që unë kam botuar vetëm një libër, domethënë tjetër grua, edhe ai libër është fal përkushtimit edhe shtytjes së babait tim. Dhe tani këto të tjerat i kam botuar më shumë, i kam botuar në rrjetin social. Po, aty është libri tash. Libri i ri modern. Tamam, libri i ri modern. Nëse doni mund ta vazhdoni edhe me poezin për festën e 7 marsit. Festën e 7 marsit. Nuk më i tregove as pyetje dhe nuk më tregove as që duhet të vija e përgatitur një çik. Kështu që tani kërkoj poezin, po s'po e gjej. Ska gjë. Por Nëse se gjen s'është problem. Unë mund të ofroj edhe poezi të tjerë, po që ajo do ishte më e mirë. Kam një poezi në fakt që ja kam kushtuar nxënësit që më sfidon. Okej, edhe kjo është e bukur. Nuk e di tani, po, është e bukur, po, a mund ta gjej unë? Edhe ajo është një nga poezit që unë në përgjithësi e kam recituar, kam dhënë nxënësve që ta lexojnë në këto ditë. Letër mësuesit. Apo mundesh me mduru tek përplas kokën në mur, tek stirolapsin shtyp pa fund, tek bankës i bie ritmikisht me gishta. Apo mundesh tek të shome për çmim se asnjë mësues nuk u ba milioner. E unë jam trim me të sfidue sot e për herë. Se si unë ke me pas tanë jetën që kanë me të përplas në derë, apo mundesh me mduru? Deri kur ke me mujt me mduru e me mbajt atë busqeshje në sy? Unë ka me qenë aty, ti po mundesh fort me mduru, e mos me mpërçmu, e dorën mashtrin për dit, e për dit të prit me mgrit, me marr hapat për me ecë. Unë kam me ecë, e ti bashk me mua ecën, nuk lodhesh. Në bank ulesh, veç kur merr frym. E kur don me nalan me kuptu se koka jote ashtë njësoj me tonën. Jam shumë përmallue për ty, që tani jetën të kam sfidu. Sot, përballë me ty, jam e të kërkoj ndjes. Se s'munda me dasht e me të falenderu, mjaftueshëm. Shumë e bukur. Faleminderit. Edin, ne besoj edhe ju, po kur je nxënës, edin të duket sikur në njëri edhe profesori sikur ta ka në nisin me inat, dhe sikur ti mundosh edhe më shumë t'ja bosh për inat. Po sepse unë prandaj e kam shkruar këtë, kisha një nxënës që më sfidonte ja kështu në këtë formë, më sfidonte gjithkohon, edhe unë e vizatoja atë buzëqeshjen time në sy, në buzë, në kështu, edhe kur nuk e dhash veten, edhe pse domethënë kisha momente që thyesha brenda vetes. Domethënë dhe doja të dorëzohesha, doja domethënë të shpërtheja, por jo, nuk e kam bërë asnjëherë, se bëra, domethënë sepse thash aty qëndron domethënë diferenca ime mes meje dhe ti, sepse unë jam e pjekur, jam e domethënë e ndërtuar, ndërsa ai është fëmijë, ai duhet të ndërtohet. Kështu që çdo ditë derisa e ngrita. E hanje për mbrenda gjithë. Domethënë përpiqesh ja, katarsis ose pastrimi shpirtëror janë poezit, shkruan, edhe e heq nga vetja, çlirohesh edhe e shikon që pastaj domethënë çdo gjë është normale. Profesoresh, shumë faleminderit që Faleminderit shumë Sivora, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme dhe për mua do mbetet një kujtim shumë i bukur në një ditë të veçantë. Faleminderit shumë dhe dua edhe një herë në emër të Radio Strugës t'ua urojmë nga zemra festën e 7 dhe 8 marsit. Faleminderit shumë. Paqim sa më shumë profesor si ju.
Faleminderit. Ka dhe profesor akoma dhe më të mirë, ka dhe profesor akoma më të mirë. Normalisht, domethënë ka vend për të pasur më mirë, po puna është ne ju Faleminderit që më quani dhe më vini tek më të mirët. Shumë faleminderit, e ndjej veten shumë faleminderit juve se pavarësisht që nuk, siç e thash më parë, nuk është ju kam pas nuk e kam pas fatin të ju kem profesorisht, po e ndjej që domethënë pavarësisht asaj ju cilësoj shumë si një nga më të mirat. Edhe dua ta them që adoleshentët, gjimnazistët janë gjithmonë në mendjen e tyre që se ne vedim çdo sen, do të vedim e mendojmë veten të gjithë ditur, por ama pavarësisht asaj ju flisnin në një mënyrë që ju brenda flisni edhe në gjëra tjera. Domethënë nuk është vetëm kuptimi i parë i fjalisë, por ka nën kuptime të tjera dhe për adoleshentët kjo është diçka që ju lin një kurreshtje shumë e madhe dhe i kam lënë pezull shpesh herë. Po, edhe tua nxisësh kurreshtjen adoleshentëve që mendojnë që din çdo gjë duhet të di shumë. I kam vënë në pikpyetje shumë gjëra. Kur trajtonin për shembull ekzistencialistët, i kam lënë në pyetje shumë gjëra. I kam vendosur në pikpyetje identitetin e tyre. I kam vënë shumë pikpyetje. Po, është pjesë e profesionit, është pjesë e rritjes. Mendoj që është pjesë e rritjes dhe e ndryshimit. Po, faleminderit. Ne kështu mbaruam programin Retro Time të dashur dëgjues dhe bashkë do takohemi javës tjetër. Deri atëherë, mirëmbëçi. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Struk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa.